Firit, jam këtu dhe njerë t'ju bëj thirrje, dorëzoni Lubin në prokurori dhe gjykat. Ky raport është absolutisht damkosës për farsën elektorale, damkosës për konflikt e interesit. Është marrë vesh botrisht se Edi Rama i ka falë vllau të vetë 38.000 metrë katror tokë privati. Se Edi Rama në konflikt flagrant të interesi ka shtrues akshin në kopshtin e tij. Se Abi Bank mori lindën e Surrerit si antare bordi. Çfarë thot për letrën e firmosur me Vučićin? Ai kuptuat ju që keni një argat Beogradit, kryetar qeveria ndaj dhe ai nuk vjen dot këtu. Këto ishin qëndrimet arsyet kryesore sipas Berishës që Parlamenti Evropian ka bërë këtë raport. Unë mendoj që Parlamenti Evropian në Shqipëri ka shumë burime informacione. Dhe i ka burime politike dhe burime më të hapura se të tjerët. Sipas teje, po të mos ishte rasti Ballukut dhe refuzimi i Ramas për ta dorëzuar para drejtësisë. Do kishte këtë qëndrim Parlamenti Evropian? Po, raporti do ishte i njëjtë. Qëndrimet për rastin e imunitetit Ballukut janë qëndrime që bëhen kryesisht nga shtetet. Edhe nga Komisioni Evropian. Por raporti për situatën në Shqipëri është shumë besnik, nuk është se ata e përkeqësuan se për rastin e imunitetit Ballukut. Raporti është shumë besnik. Raporti është fiks ky. Në Shqipëri s'ka zgjedhje, s'ka lidhje të medias, s'ka lidhje biznesi, ka kontraband, ka korrupsion, s'ka asgjë të mirë, ka vetëm të këqija. Ky është raporti. Problemi i raportit është që duke qenë një reporter aleat i Ramës, thotë që Shqipëria, pavarësisht se ky vendi që janë sigur flasin për një vend kështu terrorist, po bën përmbarim dramatik thotë drejt BE-s. Po prit po. Çfarë vlerë ka përmbajtja e raportit kur ti e shoqëron me një përfundim të tillë? Çfarë vlerë ka? Çfarë kuptimi ka? Kush janë ata që lexojnë raportin? Një shqiptar që lexon, po edhe një huaj, kush do ta lexoj? A ka logjik kjo? Që ky vendi që me korrupsion të nivelit shumë të lartë, pareri medias, pareri politike, që s'bën zgjedhje, që korrupsioni ka në nivel më të lartë, që drejtësia po është në presionin e ekzekutivit thotë për të dhënë drejtësi. Ku asgjë nuk shkon, domethënë, po bën përparim dramatik dhe BE-s thotë. Ku është përparimi dramatik? Po këtë pas po kuptoj. Ai kupton, dhe ky është e kundërt e këtij, është kjo kundërshtia e brendshme e këtij raporti. Po raporti është shumë besnik. Po. Ama vendet në vete që kanë qeveri që kanë marrë informacione të tyre nëpërmjet shërbimeve të tyre, nëpërmjet njerëzve të tyre, kanë një situatë të qartë, po aq të qartë sa raporti dhe qëndrimi është shumë më të qartë. Se ka një gjë që ndryshe nga Këshilli i Evropës nuk të kishte. I citon të zgjedhjes si parti të pabarabarta, por thoshte kishte kandidat, kishte garë. Ky raport nuk e ka. Ky raport për zgjedhjet është mueziu, nuk e majmë as të 96, nuk ka qenë e tillë. Nuk ishte garë, ishin të pabarabarta dhe partia e shtetit. Ndërkohë që ai para një viti kishte për garë. Domethënë do e fusi fjali aty. Si puna kësaj që thua ti. Ky se kishte. Po, ky ka këtë, vetëm këtë ka që ai reporteri për Shqipërinë ka shtuar këtë gjë që Shqipëria ka bërë pa para. Shumë të drejtë këti, po unë duhet të them një moment që vërtetësia e fakteve del në raport. Edhe kjo, këtu nuk bëjnë kompromis. Edhe Departamenti i Shtetit, po të shikosh nga pasiviteti që ka administrata në një rast që duhet të ishte ngritur në këmbë se çfarë po bëhet në Shqipëri, që përveç të tjerave këtu Shqipëria është një narkoshtet i cili prish edhe sigurinë jo vetëm të Europës, por edhe gjithë botës. Ka një moment tjetër, por raportet si Departamenti i Shtetit, si ky është i qartë. Bile këtu ne kemi parë pas zgjedhjeve të 11 majit që fillon komplet gjithë kjo situatë që të evidentohet në Europë, kemi raporterin kryesor gjerman që tha në Shqipëri nuk lejohet nga krimi organizuar bëhet rotacioni politik i pushtetit. Kjo është skandal. Ti thuash një shteti kështu nuk plotson asnjë kriter më minimal, por gjithmonë është ajo fryma për të mbajtur domethënë që ne na duhet nga ana gjeopolitike vendet e Ballkanit. Ne nuk duhet jemi ne shkaktarët e shkëputjes, por
Ne do të deri në fund do të kërkojmë ato kriteret të cilat janë të domosdoshme. I plotson ky kriteret? Asnjë. Ky është jo vetëm